Sepse me të njëjtën gjë, në emër të drejtave të serbëve që pozicionohen në Kosovë, Vučići e bën kërdin në Evropë. Prandaj, me të njëjtën kusht, nuk do të shkojmë na vetëm të krijojmë të gjejmë viktimat. Sepse viktimat që më shefen dhe sot, ju kam shefen prej mos fuqisë dhe mos marrëveshjes reciproke se viktimat i gjojnë e i din. Ata që s'po dojnë mi tregu. Prandaj unë mendoj, nuk do t'i fajsojmë as t'i kërkojmë për serbëve të Kosovës rregullona në çështje, prandaj më staqojmë diskursin këtu. Nuk kërkon asnjë shqiptar, por ti duhet me kuptu, reflekton të secili shqiptar, sikur po reflekton ku po bëhet propaganda në Serbi, po vujnë serb të Kosovës dhe ka sot nacionalist serb të çmendur të mendon që e ka drejt dhe vjen ndoshta edhe në Kosovë bën edhe sulm si në Bajska, të mendon që ka vjen minimu një serbi që ka vënë çash fort çish ja ka shpjegu atje qeveria. Dhe mund të jetë edhe kjo për te dozës e nacionalizmit. Edhe tash, ne duhet pushteti ynë, kush do që është, të i qetë në tavolinë të drejtat e shqiptarëve ku do që jetojnë në Serbi. Dhe me këta të bëjmë një shembull dhe unë mendoj se këto çështje kryhen. Plaget kërkush nuk i harron. Vujtit edhe so mirë me harru se na përsëritin. Por nëse thati geopolitika ndryshojnë, ku për këtë kom Ballkani shka ka me gjetë pra. Me tonë këtë dozë nacionalizmit të ngarkune pa fajt e njerëzve të thjeshtë. Por vetëm të politika lakmiqare që ka herë e sakrifikojnë një komunitet Serbia me bo nacionalizmin dhe ne vetëm ku kem problem për përsheven për vota i quajmë 100.000 o 1 milion eronim shqiptarve në Presheve dhe atje i përqojmë 100 partime ato përqojme. Dhe kjo e bojmë rrugën e njëjtë me ata atje. Dhe këtu barazohet politika të votat. Dhe gati si dalin njëtin pushtet. Raport me shqiptarët që shkën ka jetuin. Prandaj ne do të jemi konkret edhe me ndërkombëtarët, edhe me vetë vetën, që ti do të me kërku drejta reciproke. Asgjë tjetër.